Bashkimit Evropian për miratimin e një pakete të re financiare për Ukrainën, duke akuzuar BE-n për nxitje të luftës. Ndërkohë Marina suedeze ka njoftuar se persona të armatosur me uniforma janë parë në anije të lidhura me të ashtu quajturën flotën hije ruse, duke rritur shqetësimet për sigurinë në rajon. A përbën flota hije ruse një kërcënim real për sigurinë evropiane, e gjithashtu do të flasim për financimin e ri të marrëveshjet për financimin e ri të Ukrainës, të gjitha këtu i përmbyllim së bashku me një dyshe fantastike ku të ftuar në studio kam mikun e emisionit tonë, zotri Lutfi Bilali. Kënaqësi të jesh me ne. Edhe nga unë kënaqësi. Në anën tjetër në lidhje direkte nga Rusia e kemi zotrin Misha Pumo. Kënaqësi të jesh me ne, zotri Pumo. Përshëndetje, kënaqësi edhe për mua gjithmonë. Ore, zotri Pumo, po e filloj me juve me njerë këtë bisedë. Si mbet puna Kupianskut? Ukraina si thonë se e marëm, ju thonë, Rusia thotë se e kemi ne në kontrol. Cila është e vërteta si pas teje? Do me thënë, ky shefi i madh këtu thotë që e ka marrë ai. Ai tjetri i vogli thotë që kam bërë një foto aty afër. Por ai vogli ka një foto më kredibile se ky i madhi. Jo, e ka falco dhe ai, po nuk është në gjë dhe ai për të besuar. Nuk janë për të besuar të dyja palët, sepse aty ka të ngjarë që ka pasur, do me thënë, një në fillim është marrë Kupiansku, pastaj ka pasur një inkursion të ushtrisë ukrainase që ka rimarrë pjesërisht një pjesë të qytetit dhe janë bërë luftime të mëtejshme, ka pasur biles dhe një rrethim i një batalioni rus që ka qenë në Kupiansk, që më pas pastaj kanë dalë nga rrethimi dhe sot biles deklaroi vetë Putini përsëri që Kupianskun e ka Rusia. Pra, ajo që po thonë ju, zotri Pumo, është se ata shkuan e bën një sulm atje për ta bërë një foto Zelenski dhe pastaj ju tërhoqën? Nuk besoj që ka qenë, do me thënë, qëllimi për të bërë një foto, por, do me thënë, edhe kjo foto është edhe kjo në pikpyetje, pasipse stela e asaj fotoje, do me thënë, kur shkruhet Kupiansk, është e ndryshme, do me thënë, mbas disa ditë, mbas Zelenskit, aty shkuan 2 gazetare ukrainase në vend dhe pamja e stelës ishte komplet ndryshe e para punës, e dyta punës sa erdhën, skaluan as 10 sekonda, filluan të godisnin dronët dhe ata shpëtuan për mrekulli. Pra nuk ka asnjë lloj garancie për ukrainasit në Kupiansk. Pra mund të jetë zonë hiri si quhet, domethënë që ku kalojnë, do me thënë, luftimet si nga njëra palë dhe nga pala tjetër, godasin njëra tjetër. Zone herë, ku ndryshojnë pozicionet? Po varet, do me thënë, aty Kupiansku kuptohet që është një linjë demarkacioni ndoshta dhe një linjë fronti tashmë, që ka kaluar më tej. Por fakti është që po fokusohen me Kupianskun, po shkojnë qytete të tjera, si Seversk, që është një qytet shumë i rëndësishëm, thonë, në Donbas. Të paktën, kështu thonë edhe blogërët ushtarak që... Dhe mësë është pikërisht kjo taktika, zoti Pumo? Kuptohet që se cila palë në kohë lufte do të mbajë lartë moralin e ushtrisë vetë dhe sukseset relative të njërës apo palës tjetër ndikojnë ndoshta në humorin e tjerë. Po nga ana tjetër ka të ngjarë që depresion më të madh ushtrohet ndaj forcave ukrainase. Flitet që 250.000 tashmë ushtar Ukrainas janë dërzuar, do me thënë kanë dezertuar. 250.000 ushtar Ukrainas, sepse... Nga fillimi i luftës, 50.000, dhe këto janë të dhëna të Reuters, nuk janë të dhëna të Rusisë. Po, është e vërtet, por flitet gjithashtu se Rusia i vret pengjet e luftës dhe pikërisht kjo është arsyeja pse nuk arritën ta bënin shkëmbimin në numra paka shumë të ngjashëm njëra me tjetrën. Mendoni se kjo është një propagandë evropiane apo kjo është e vërteta asaj që ndodh dhe pastaj propaganda ruse e kamuflon ndryshe? Do me thënë kuptohet që në kohë lufte dhe mund të vriten në transportime, mund të ndodhin aksidente që do me thënë rastësisht mund të godasin dhe të vetëm. Ka dhe video, zotri Pumo, po nuk mund të themi të zezës e barë, zotri Pumo. Telegrami është i mbushur me video të ekzekutimit të ushtarëve Ukrainas të dorëzuar nga pala ruse. Ka qenë kjo praktikë kur ukrainasit kanë ekzekutuar ushtarë rus, edhe sidomos gjeorgjanët kanë. Po pse atëherë dokumentohet e kundërta më shumë në një rrjet si Telegrami i cili realisht pronarin e ka rus?
Telegrami është një opozicioner që nuk ka lidhje fare me Rusin, ai jeton në Dubai dhe nuk i përket fare Rusisë Telegrami dhe është jashtë kontrollit të zbulimeve sekrete ruse në kundërshtim me zbulimet sekrete franceze që detyruan të jepnin çelësat e kësaj rrjeti, domethënë Telegramit. Pra është më e kontrolluar nga francezët se sa nga rusët, nga njëra anë. E qartë, kisha edhe një pyetje për juve, zotri Pumo, kërkoj ndjes për interferencën para se të kalojmë edhe tek zotri Bilali, cila është e vërteta e shpërblimeve të cilat nuk po i marrin ushtarët rus të premtuara, pra në rast të lëndimeve në luftë dhe gjithashtu në rast të vrasjes në luftë. Kjo parashihet të jetë një prej problemeve më të mëdha i cili e shpërfaq krizën ekonomike dhe cash flow që ka pra Rusia aktualisht. Janë të vërteta këto apo jo? Mund të ketë shkelje gjithandej, hajduta ka gjithandej, domethënë nga të gjitha palët, po domethënë të thuash që kjo është një epidemi në ushtrin ruse nuk është e vërtetë. Sigurisht që Rusia i josh dhe biles ka deklaruar vetë Putini sot deklaroi që të mobilizuar me dëshirë, pra vullnetar kanë shkuar në front 400.000 veta, jo që i kanë marrë domethënë mobilizuar me forcë, por që kanë shkuar vetë për hir të një pagese dhe i paguajnë goxha mirë. Ka dhe unë shikoj edhe në Moskë, për shembull, ka... zotri, më fal, zotri Pumo, sepse këto pak është një çështje tjetër, pra, ju e keni ndryshuar ligjin për të gjithë personat që kanë imigruar, pra janë futur në Rusi dhe dëshirojnë të kenë dokumenta ruse, përmes ligjit të ri e keni bërë që do të shërbejnë një vit në ushtri, dhe mbase kjo ka qenë pika e kthesës për t'i marrë tash trupat e reja, dhe jo shpërblimi, sepse sa i përket shpërblimeve flitet për borxhe, jo për fonde. Para punës doja të t'ju korrigjoja, sepse juve jeni jo korrekt, ashti kur thini juve, unë s'kam lidhje fare me... Kërkoj falje, jo, zotri, mirë, e korrigjoj vetëm, kërkoj falje, zotri Puma, ne gjithmonë po flasim për juve në kontekstin e asaj që ju aktualisht gjendeni në Rusi dhe jam shumë i nderuar që i marrim këto informacione, nuk ka të bëjë me atë që ka lënë të kuptohet, pa tjetër keni drejt. Kërkoj ndjes. Ka pasur, është kjo praktik, do me thënë që të huaj që duan të marrin me shpejtësi, do me thënë në shqisin ruse, i kanë bërë, kanë qenë dhe me shembull të huaj me gra ruse që janë ankuar, që i kanë kërkuar, do me thënë të shkojnë në luftë, ka pasur raste të tilla. Por njeriu do me thënë është i lirë të vetë të zgjedhë, nëse do në shqisin ruse, ky ka këto kushte, tash ç'a do bësh. Ndërsa në të paktën ti marrin ti fusin në thesi që i fusin në Ukrainë, kjo gjë nuk ndodh në Moskë. Jo në Moskë, por në Rusi ndodh. Mirë. Zoti Pumo, në fakt, vetëm para pak çastesh Putin ka pasur konferencën e fundvitit, aty ka folur natyrisht edhe për situatën me Ukrainën, ka thënë se sipas tij më mirë se kur forcat ruse janë duke avancuar përgjatë frontit në Ukrainë dhe janë gati të arrijnë të gjitha qëllimet tashmë 4 vjeçare, pra prej kur ka nisur lufta. Ka përsëritur gjithashtu zgjidhjen paqësore, ka folur edhe për tërheqjen e forcave ukrainase nga zona lindore që Moska kërkon ta kontrollojë, e gjithashtu ka folur edhe për mundësinë e trupave të NATO-s që në një farë forme i ka quajtur disa ato hyn pra sërish, i ka thënë se mund të jenë një target i lidhshëm. A po shkon drejt për shkallëzimit dhe zgjerimit kjo luftë? Sigurisht. Jam me zotrin Bilali, më falë, të lutem Pumo. Faleminderit. Jemi bashk. Se ta dhanë një kroni që jeni vetëm ju të dy. Ona nuk harroj, po. Mirë, është një situatë, bile, mund të them, o me diplomaci, ta rrije Donbasi, o me forë, si pas Putini, zdarë. Me qënë se, me duket ka qenë pak nervoz, ka shprej nervozitetin, nuk e di se plani 29 pikësh mund të reduktohet 20 pikësh, janë disa pika me cilet evropianët janë konsulta me Amerikanët, por mendoj që fjalia i një derat e vegjel, liderve evropian, ishte ashpër. Paka shumë po, e te i kalon kufin e një politikani, mund të thamë edhe një KGB-vci që... Po çka do thotë kjo? Ka humbur të ruan? Nuk është racional në mendimet e tij në formën se si operon tash Putin? Mund të jetë shaj, po. Henrik Kissinger ka thonë një fjalë të mirë takimin me Putinin. Kjo është bukur në Sankt Petersburg, sa ka qenë. Thët ju jeni kështu, i drejtohet. Thët po, vini nga aleja e ndër një sheqerie kështu, jo, thët KGB-vc.
E thot me këta kam dëshirë të kem punë. Do thot është një figurë e cila mban stabilitetin kështu në me qenë se ashpërsia ati shifet në operacionin e quajtur special që e quajnë Rusë nuk e quajnë luftë. Operacion special, prej nga special, do thot taktikisht ende besin këtë terminologji. Megjithëse Putini e ndroi diskursin, quajti edhe luftë, disa herë madje në vitin 2000. Po kjo de facto është luftë. Po. Nuk mund, por për qëllime për të ikur aty në konsekuencave që mund të kenë në aspektin ndërkombëtar, sidomos reparacionet e luftës, me cilat besoj që Unioni Evropian ka hyrë në një vallë me të cilën nuk e di si do dalë. 210 miliard të bllokimit ngrirjes dhe kalimit transfer për Ukrainën, rindërtimin e Ukrainës. E ndron kjo lojën? Po, unë tash nuk e di, nuk jam jurist që të parashikoj sa do të ketë. Belgjika ka kujdes shumë, kryeministri belg, se një shumë bukur e madhe e këtyne e fondeve gjendet në Belgjik. Po. Merci ka treguar që do të aktivizoj një pjesë të saj. Po. Bili është një citat i tij, jashtëzakonisht interesant i Mercit në Bundestag, ku thëtë që ne do të bëjmë mobilizimin, ata që nuk dëshirojnë vullnetar parasitë do të mobilizojmë me dhunë. Kjo është përgatitja, shef, 4 faza i ka lufta për marrëdhëniet e lufta. Shputja marrëdhënie diplomatike, embargo ekonomike, e treta mobilizimi dhe financimi për industrinë ushtarake dhe akti Pra jemi një hap larg luftës pas asaj që ndodh në Gjermani. Jemi një hap larg. Aja fjala admiralit të forcave ajrore britanike është e qartë. Dhe bija britanike përgatitur për luftë. E këto janë shenja që situata është serioze. Por të mos iku nga tema ajo, Putini e ka një dill pe Alaskës me Trumpin. Me qenë se në Evropë ekzistojnë disa forca që kontrollojnë qeveritë të 4 vendeve më të fuqishme. Dhe ata janë të interesuar ma tepër për tregje për njerëz. Kush janë ato forca? Jo, nuk e tham ata, e dini gjithë kush janë. Ata nuk janë politik. Ata janë prapa politik. Biznes. Jo, janë jashtëzakonisht fuqishëm. Po, patjetër. Ata vendon investimenti i tyre është gjenial është. Dhe këtë mendoj, gjithë kundërshtarët e Trumpit kanë ikë nga Amerika dhe kanë ardhur në Evropë. Janë të fuqishëm. Po. Mirë po, dalim sa ka drejt Rusia. Rusia nuk ka drejt këtë që ka bë. Por për të arritur paqja dhe vija, Gjermanët e kanë atë fjali, ne jemi për vitë Pasë zotri Pumo mendon se Rusia ka të drejt, sepse e ka dhe këndvështrimin e tij atje. Zotri Pumo, ka të drejt në këndvështrimin tënd apo nuk ka të drejt ta bëj këtë që është duke bërë Rusia, sepse dua ta diskutoni bashkë zotri Bilali. Absolut, po, kam drejt atë gjë mish. Rusia, për mendimin tim, nuk duhet futej në luftë kurrë me Ukrainën. Por, me që kjo luftë tashmë u ndez, duhet menduar se si të zgjidhet dhe si të ndalohet lufta. Unë jam për paqen sa më shpejt që të jetë mundur që mos vriten djemnënash ushtar nga dy palët e frontit. Por, perëndimorët pa Shtetet Bashkuara të Amerikës po hedhin benzinë në zjarr dhe po bëjnë çmos për të vazhduar egun e tyre, për të pasuruar akoma më tej, sepse pak kanë përfituar, që t'i japin 10 miliardë po pse Misha? Zelenskit, kur paria e Ukrainës bën xhiro me Evropianët perëndimorët e bindën atë ty në luftë, e bëri vetë. Kush e bëri puçin në Ukrainë në fillim shteshin aty ku hoqën Janukoviçin, presidentin e korruptuar, po që u zgjoll ligjërisht nga populli i vet, dhe kush e hoqi me forca atë nga pushteti. Edhe këto gjëra provokuan, pastaj filluan ato kush i dogji të gjallë 42 veta në Odesa dhe se hapi njëri gojën në perëndim fare për ta shtuar. Por zotri Pumo, sikur të ishte, por zotri Pumo, në bazë të kësaj që po flisni ju, atëherë bie që operacioni special do duhet të kryejnë brenda 24 orëve, siç e kishte parashikuar Putini, sepse pikërisht bazuar në këto gjëra dhe në disponimin e tij, në disponimin që e mori nga KGB-ja e tij, pra ose më mirë nga agjensionet informacionet, ata e kanë mashtru, në base kjo mendim është mashtrim edhe për juve, zotri Pumo. Në base kjo nuk është e vërteta, kjo që thoni. Në kuptimin asaj që mund të jetë propagandë. Asnjë njeri nuk më pretendoj që di të vërtetën absolute, me ato burimi që disponojmë, duke konfrontuar lajmet nga të gjitha kahët, edhe nga ana e Ukrainës, edhe nga perëndimi, edhe nga Amerika, edhe nga Rusia,
krijon një lajm, një konkluzion që mund të jetë deri diku i afërt me të vërtetën. Kjo është maksimumi që mund të bëjmë në këto rrethana. Dhe jeni shumë korrekt në këtë pikë. Po ma vetëm në ndërhyre për respekt, por mendoj që Narushkini, shefi SVR-it, në fillim ka qenë që u mendu që për 3 ditë Ukraina pushtohet. Pikërisht. Dhe kjo ka qenë ndoshta informacion, hajde mund ta quaj gabimet që kanë ndodhur brenda strukturave të sigurisë. Se ka menduan se edhe Janukovicin e larguan me dhunë, nuk e deshën ukrainasit dhe gjëra të tilla pastaj. 2014 që është fillimi, më them, edhe i luftës në raport me Rusin, me Ukrainën. Por e kemi një fjali jashtëzakonisht që zanën së sekretarës në Hollandë, e cila për evropian thet pika. Për dini, apo duhet them. Do thot serioziteti në raportet Amerikë-Evropë ka qenë nuk e kanë marrë serioz. Bile Sven Stev Vitkov dhe Gjep Pushner gjatë takimit të fundit me Putinin është pritur bukur gjatë në Bruxelles nga Van der Leyen. Po. Mirë po, këta kanë thonë takohem tjetër ditë. Po. A kanë prit edhe Ruth edhe gjithë në Bruxelles. Kanë thonë s'kem kohë tjetër. Shifni, kemi këtë dualitet i cili mendoj që a kanë fuqi evropian të ndalin këtë që ka planifikue Trumpi. E kom fjallin për planin. Unë besoj nuk bënd të jedho me qenë se më duket Kirill Dimitrev ka thonë ju nuk ju pyet kush Gjermanëve. Mersit. Po, Trumpi ka thënë që edhe lufta mund të përfundojë në kufit kur ka filluar. Është deklarimi i Trumpit. Po që se ke hekur ma tepër dhe ja rrin halal qoftë. Po problemi është diku tjetër. Nuk mund të kemi një situatë, një paqtim, kur perëndimi kërkon ngrirje dhe arpushim. Bile edhe për festën të krishterëve. Krishtlindjet. Por, Rusë përgjegjën e ka, ne dojmë marrëveshje paqësore, jo arpushim. Këtu do thotë është problematika. Tashti Trumpi me 2 përfaqësues. Tinit bindur, ata nuk përfaqësojnë qeverinë amerikane. Jënë të deleguar nuk kanë pozicion, më falni, në qeverinë amerikane. As Vitkov, as dhëndri i tij. Por, e kanë legitimitetin dhe fuqinë e presidentit amerikan, i cili dëshiron. Ja thëmë drejten, është një Samuel Kamerkovski, më duket, rabinit Dnjepropetrovskit, për portalin, në falni, 112 Ukrajinas. Me 25 të torët, lufta përfundon me 16 janar, 2026. Me lufta në Rusi? Është një rabinit që di kondikim. Unë e këtyne paka shumë, jo që ju besoj, po është një thonje që ka influencë. 16 janar? 15 janar. 15 janar. Këtë citate ka thonë portalin Ukrajinas 112. Dhe kjo, a do jetë, a është qef? Po që se ka shumë zhvillime dhe intensifikim dhe presion. Ka gjosë. Se këtë fjallë thotë edhe Erdoganin takimin Turkmenistan me 90 minutë me Putinin. Bili kryeministri, presidenti i Pakistanit nga lodhja dhe pritja madhe ka hy pas taj në takim. Ka qartë pak, ka mujtë, sepse janë dërë konfidenciale do gjona. Dhe janë 2 lider të cilët kanë sidomos interesa në detin mes dhe, por edhe në përgjithësi në çështjet sigurisë, dhe kjo tregon, mund të thëmë, tërë atë arsyen që jemi në fazën që edhe Erdogan thot paqja nuk o larg. Po këtë ke edhe të Vitkov në Berlin, kur e thot, 90% e punëve janë maset e kryera. Qa ka mjetë kjo 10% shi? Dilema është kjo pjesa Donbasit, një 10-15%, a do jetë zonë neutrale. Dhe kjo, por Rusë kanë ngullë kam në këtë pikë. Tërheqje me qef apo me dhunë. Dhe kjo do arrin, do shomi, unë e besoj që fuqia e këtyre 2 lider, me qenë se Trumpi me Putinin kanë gjajshmëri. Gjajshmëri, e kuptoj, konceptin e familjes, konservatizmit, të religionit, dhe antilevizjeve tjera që kanë të bojnë për shoqëritë. Po. Këtë gjajshmëri e kanë, dhe puqen këtë drejtim. Po, por a do arrin të bojnë këtë dilin? Është këndvështrimi i njëjtë edhe për datën. Zotri Pumo, ke dëgjuar për këtë datë, 15 janarin, flitet diçka në Rusi për këtë çështje? E kam dëgjuar edhe unë, por vështirë që kjo mund të ketë, le ta shpresojmë, le ta urojmë me gjithë zemër që të ishte e vërtet, por ka të ngjarë që lufta, unë kam parashikimin tim që lufta do vazhdoj të paktën deri në prill-maj. Deri në prill-maj. Unë kam një mendim, Pumo, që 24 shkurti është 4 vjet banë. Do shta mund të jetë ceremoni të bëjmë, jo si çmimet 1.99, po 2, rafsh. Mushet 4 vite.
mund t'jetë. Po me shpresë të madhe, se 25 shkurt kam dhe ditëlindjen, pra në do ishe... Do të ishte një dhuratë në base për juve. Mirë që se keni me... Imagjinojeni kur kisha ditëlindjen në 4 vjet përpara, ishte data, domethënë 24 filloi lufta, 25 ai kishte rraftuar shoqërinë, kisha bërë muzikën e gjithë, balete gjëra, s'kishim as të nge, as dëshirë, as gjë, mi do të detyruan të mblidheshim edhe ishim të shokuar gjithë. Le të shpresojmë që nuk do të jeni të shokuar për në ditëlindjen e radhës, pra në kuadër të asaj që do të përfundoj lufta, por ne mbetëm të shokuar sepse një zyrtar i lartë serb për shitjen e armatimeve fillimisht u ftua në Rusi, por nuk u kthye më në Serbi, po bëhet fjalë për Kurtiç. Cila është e vërteta asaj që thuhet në mediat ruse realisht për këtë çështje, zotri Pumë, në qoftë se e keni hasur si çështje? Po, e kam hasur dhe do me thënë në mediat ruse po thuj se nuk ka asnjë lajm. Fare, heshtje. Mirë, po kjo flet shumë, pra. Kjo flet shumë. Unë kam 2 blogera që janë të lidhur me Ballkanin, që i ndjek. Nga një herë ata japin lajme do me thënë ruse, por nga tema e Serbisë. Dhe ata njoftuan që në rusisht që do me thënë ky Kurtiç ka humbur jetën 1 muaj më përpara, me 27 nëntor, për çfarë arsye, do me thënë ka vdekur në rrugë, do me thënë, nuk dihet arsyeja do me thënë pse ndodhi kjo gjë. FSB-ja ka marrë nga zyra e Kurtiç, ai ka qenë përfaqësuesi i kompanisë që armësh Jugo Export. Ata morën hard diskun nga zyra e tij dhe një sër dokumentash. Dhe këto do me thënë nuk janë kthyer, nuk i kanë kthyer asnjë përgjigje edhe kërkesës së ambasadës serbe. Do me thënë biles dhe Vučić ka deklaruar që neve presim përgjigje, ne nuk e dim do me thënë arsyen, por akoma sot e kësaj ditës kemi marrë asnjë përgjigje për shkakun e vdekjes së Kurtiç. Pra, do me thënë, nuk është një mjegull, do me thënë, por gjithmonë, kur ndodh diçka, ndodh për interes të dikujt. Duhet menduar për kujt ja leverdis vdekja e Kurtiç, sepse të jetë aksidentale thjesht në rrugë, edhe mund të jetë, por probabiliteti, ato vetëm Einsteini e di fiks sa është probabiliteti i rastësishëm i vdekjes. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një, do me thënë, luftë konkurrentash, kush janë konkurrentët e Jugo, do me thënë eksportit, duhet ta dinë më mirë serbët. E dyta, mund të jetë për shembull një marrëveshje, kjo është hamendja ime personale biles, që një sakrificë për ta balancuar. Po kanë menduar për shembull të blejnë armë nga Serbia për të mos lejuar shkurjen e armëve në Ukrainë për shembull. Logjike është, mund të jetë logjike. Sepse edhe Vučić ka deklaruar që neve pak rëndësi ka për neve kush do t'i blej armët, rëndësi ka që të marrin paret. Kështu ka thënë Vučić shumë pak kohë më para. Pra mund të jetë dhe ky një variant, do me thënë që Ukrainës të pak kënaqur mund të kenë ndërmarrë apo britanikët mund të ketë bërë në një akt... Mirë, ta marrim një këndvështrim edhe nga zotri Bilali, sepse jemi dhe në fund. Pra, kujt i livërdis, kush ishte i përfshirë në këtë eliminim, a ishte një kokë turku, po them, për ta justifikuar tek masa se ja, ndërshkuam Vučić dhe të tjerët? Po, ka qenë duket edhe vllavi Vučićit. Në fakt ishte i ftuar vllai Vučićit për të njëjtin takim dhe nuk shkoi ai, shkoi Kurtić. Do shta në këtë aspekt ai kanë menduar që ta eliminoni vllaun. Aksidentalisht thojzam kish mujt të pse meqense vdekja ta quaj misterioze. E Kurtićit është vdekje klinike e Vučićit. Një porosi që realisht rusët më duket që definitivisht kanë hequr dorë nga Vučići. Pra do ta kishte fatin e njëjtë nëse do shkonte edhe vllai. Besoj, shef, Kinez duket janë durushëm, presin edhe 20-30 vite për të hakmerë. Rusët janë pak ma të shpejt. Dhe në këtë mendim besoj që aja që kanë sërbët, kanë dërguar armatime në Ukrajinë, u prit që dhe jetë një hakmarje. Por a do kishtë pësu vllavi Vučićit, unë besoj që po, nga se është sinjal që Vučići duhet të jetë ai që e ka radhen për të qenë, Jehona thot atë fjalin tashtë më të minjohër kokë turku, por Vučići mendoj që... Mund të jetë rradha e Vučićit? Nuk e kam fjallën në aspektin e goditjes fizike,
Por politikisht po si po, por mund të presin edhe gjona tjera me cilat ai ka bë dome të mëdha, jo veç Serbi. Po, përgjithësi, e ka një histori të hershme edhe në raport me ne. Faleminderit shumë, zoti Bilali, që ishit sot këtu. Asi. Kënaqësi të kishim, zoti Misha Puma. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Atëherë me që këtu shkëputemi, do të ndjekim pak publicitet dhe rikthehemi, flasim për shtëpinë më të famshme në vend, ku sot edhe do të jetë prajmi i radhës Big Brother VIP Kosova.